Ëmbëlsirë kaq të mirë me shije çokolade, moti s'kam shijua. Kësaj radhe me të vërtet ja kam qëlluar. Së pari i bluani biskotat, i shtoni pak kakao dhe gjalpën e shkrirë. Me këtë sasi e formoni bazën duke e shtypur mirë. I leni anash vetëm 2 lugë në mënyrë që pastaj ta bëjmë dekorin. Në anën tjetër shtojmë djatin krem klasik nga Labne, i cili nuk përmban aditiva dhe është i gjithë në bazë shtazore, vezë, çokoladën e shkrirë mbi avull, kakaon, sheqerin dhe pak ekstrakt vanilje. Masën e fituar e hedhni mbi biskota dhe pjekja duhet të jetë e gjatë në 160 gradë rreth 1 orë 10 minuta. Pasi të jetë gati, e nalni furrën, e hapni derën dhe e leni ashtu të qëndrojë për së paku gjysmore. Dhe pas pjekjes, kjo është pamja miq, fantastike. E leni të ftofët, në fund dekorin dhe ky ishte rezultati.